Për sa i përket emrit për presidentin, apo vjojnë partitë politike që të kenë diskutime apo t'i zhvillojnë ato në këto ditë të mbetura, çfarë qëndrime zyrtare janë duke u mbajtur dhe a shihet ose ka premisa për të pasur një emër për president apo vendi do të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për të folur mbi këtë tematik aktuale të vazhdueshme, duhet thënë, kam kënaqësinë të lidhemi drejt për së drejti me analistin Xhavid Drenori. Ju përshëndes, faleminderit që u bashkuat bisedës. Si çdo herë është kënaqësi të jemi së bashku. Kënaqësia është edhe imja. Faleminderit shumë. Zoti Drenori, fillimisht dua ta nis me disa qëndrime që janë mbajtur, duhet thënë, nga eksponent politik brenda partive, qoftë nga lëvizja vetëvendosje apo partive opozitare. Nga lëvizja vetëvendosje, të paktën deklaratat që janë bërë thuhet se po vazhdojnë angazhimet për të pasur një marrëveshje për emrin e presidentit dhe nga ana tjetër, në këtë rast, nëse i referojmë PDK-s, që të bëjmë ndoshta një lloj analize, thuhet se shumica parlamentare është interesuar për të zgjedhur presidentin, nuk e ka opsion të vetëm bashkëbisedimin dhe dakordimin e PDK-s, por shkon edhe në opsione të tjera. Po shohim në këto momente një pikë të përsëritur të qëndrimeve politike të partive në Kosovë. I referohem atyre qëndrimeve që janë bërë më herët tek përzgjedhja ose zgjedhja e qeverisë apo kryetarit të kuvendit, që e çoi vendin në një pauzë shumë të gjatë dhe tashmë e njëjta situatë qetësie, nëse e konsiderojmë kështu, po vjetëre. Në çfarë pike jemi? S'parim lejo të bëj dallim ndërmjet asaj që kishëm vitin e kaluar dhe kësaj që po jetojmë tani, pra në këtë vit. Tani të paktën kem qeverinë funksionale, pra jo në detyrë, por një qeveri e cila është me këtë kapacitetet e saj në funksion. Kem një kuvend, pra parlamentin, me gjitha trupat e saj në funksion, dhe se kemi ngjitje vonesë në zgjedhjen e presidentit ose presidentes të re. Pra kemi stat të re për dallim nga viti i kaluar, mirë po, mendësia bllokuese fatkeqësisht po na shoqëron ende në skenën politike. Jemi në një stat kur kanë mbetë edhe 13 ditë deri tek përfundimi i afatit për zgjedhjen e presidentit presidentes të re. Sot megjithatë kemi pas një zhvillim të ri, të cilin unë po e presja në fakt, që lëvizja vetëvendosje qoftë përmes kryetarit të këtij subjekti ose të zotit vetë Konjufsat, të kemi deklaratë të cilën japin shenja që tërhiqen nga kandidaturat e tanishme për të hapur rrugë të sinqert, po e quaj unë, zgjidhjes së presidentit ose presidentes të re. Prandaj zoti Konjufsa sot e tha në mënyrë eksplicite që në momentin që ofrohen emra